Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falënderimet dhe lavdrimet padyshim që i takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi vullën e pejgamberëve, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Të dashur teleshikues të televizionit Koha, mirë se po takohemi përsëri në podcastin Reflektime Ramazani, me qëllim për të sjellë tek ju tema dhe mesazhe frymëzuese përgjatë këtyre ditëve të muajit të bekuar të Ramazanit. Në botën tonë të zhumshme dhe të përditshme, shpesh ne ndjejmë një lodhje që nuk e shohim me sy, por e ndjejmë në shpirt. Dhe ne, për të na ndihmuar sot ta kuptojmë këtë lodhje dhe të gjejmë qetësinë brenda shpirtit tonë, neve kemi nderin që në podcastin tonë të kemi teologen Gylxhan Beadini, e cila do të ndajë me ne mesazhe, këshilla dhe reflektime të thella mbi këtë temë kaq të rëndësishme. E nderuara teologe, mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ju falenderoj përzemërsisht për ftesën dhe për mundësinë e dhënë që sot të jem së bashku këtu me juve. Lut Allahun që kjo bisedë të jetë e sinqertë për hir të Allahut dhe të jetë e pranuar tek Ai. Amin inshallah. Dhe duke mos u mburkohen në tema të cilën e keni zgjedhur, vërtet është një temë shumë e rëndësishme dhe ne derisa çdo ditë po përballemi me ritmin e shpejtë të jetës, me punë, me angazhime, dhe ne shpesh harrojmë të ndalemi dhe ta pyesim vetveten tonë disa pyetje të rëndësishme. Dhe unë do doja t'ju pyesja juve, a mund të na tregoni se kjo lodhje të cilën neve e ndjejmë çdo ditë, a është vërtet fizike apo ne kemi një shpirt të raskapitur të cilën po përpiqemi ta heshtim me angazhime dhe me zhurmë? Shpeshherë lodhjen që e ndjejmë e titullojmë apo e quajmë lodhje fizike, por ajo që po na peshon më tepër është zemra. Edhe psikologjikisht, lodhja shpirtërore lidhet me disa arsye, me disa shkaqe. Për shembull, mbi ngarkesën e informacionit. Pastaj kemi edhe krahasimin e vazhdueshëm, që fatkeqësisht kjo është prezente në kohën tonë. Kemi humbjen e qëllimit, si dhe jetën pa qetësi të brendshme. Andaj edhe krahas asaj se trupi jon, domethënë pushon edhe mbushet me gjumë, sërish shpirti, zemra nuk pushon pa pasur kuptim dhe pa pasur domethënë lidhje me krijuesin e saj. Allahu xhaleshanu në Kur'an thot: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulku s-samawati wal ard." Vetëm Allahut i takon pushteti i qiejve dhe i tokës. Dhe kur zemra shkëputet nga ai që ka pushtet mbi gjithçka, normal se ajo mbetet e pambrojtur. Andaj në këtë gjendje, kur ndjehet njeriu, mundohet ta hesht atë boshllëkun që e ka në zemër me argëtim, me angazhime, me rrjete sociale. Por fatkeqësisht në këtë mënyrë vetëm lodhja sa shkon e thellohet. Ndërka që Allahu xhaleshanu në Kur'an na ka bërë neve të qartë se alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu qulub. Ata që besojnë, zemrat e atyre të cilat kur përmendet Allahu qetësohen. Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Andaj, kjo do të thotë se qetësia nuk është thjesht një ndjenjë, por ajo është një gjendje e lidhjes së zemrave tona me krijuesin. Prandaj do thoja që lodhja më e rrezikshme nuk është ajo lodhje që e ndjejmë fizikisht e trupit, por është lodhja e zemrës. Dhe zemra nuk ringjallet siç e kuptuam me pushim fizik, por ajo ringjallet duke u kthyer tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe ne kur i mendojmë këto lehtësime të cilat neve i kemi në këtë kohë moderne, duke filluar nga teknologjia, nga liria, rahatia të cilat neve i kemi, mirë po në anën tjetër neve shohim se njerëzit janë më të lodhur se asnjëherë më parë. Dhe si ka mundësi në një botë me më shumë mundësi, ndërsa në anën tjetër njerëzit ndjehen me një si të themi ndjehen më të zbrazët sikur më parë. Pra si e shpjegoni ju këtë fenomen? Çfarë mund të na thoni? Si që përmendet edhe vetë, domethënë në një botë e mbushur
të themi me më shumë rahati, teknologji dhe liri, ndjehet sërish njeriu i zbrazët. Kjo nga se rehatia nuk do me thënë qetësi, edhe liria pa drejtim nuk nënkupton shpëtim. Në psikologji do gjejmë edhe termin existential vacuum, që nuk kupton zbrasti ekzistenciale. Çfarë nuk kupton kjo gjë? Pra, njeriu ka çdo gjë, por nuk ka kuptim. Ka komoditet, por nuk ka qëllim. Ndërka që Islami, kur shohim në aspektin tjetër, e shohim se këtë problem e ka zgjedhur qysh në fillim. Njeriu është krijuar për adhurim. Andaj edhe kur i largohet qëllimit të krijimit, atëherë ai e humb ekuilibrin. Që do të them, zbrastia moderne që sot njeriu do me thënë e ndjen, nuk kupton se ka mungesë komoditeti, por është mungesë e orientimit drejt Allahut xhaleshanuhu. Prandaj këtë botë do e përshkruaja sikur hija. Kur i shkojmë pas, ajo largohet nga ne. Por në moment që ja kthejmë shpinën, atëherë ajo vjen pas neve. Dhe për këtë arsye, Allahu xhaleshanuhu urdhëron dynjan që t'u shërbej atyre që i shërben atij. Ndërkaq e urdhëron dynjan që t'i robroj ata që i shërben asaj. Andaj kur njeriu, do me thënë, e vendos dynjan në qendër, siç përmendëm më herët, atëherë shpirti i tij mbetet i uritur, edhe pse duart i ka plot. Dhe ne derisa po përpiqemi ta kuptojmë këtë zbrastitë se neve e ndjejmë në brendësinë tonë dhe të kuptojmë domethënë mes asaj rahatis dhe liris, shpesh ndodh kur njeriu lodhet dhe fillon që ta humbas kuptimin e gjërave që dikur i kanë sjell gëzim. Pse ndodh kjo? Kjo gjë ndodh nga se burimi i gëzimit nuk qëndron, nuk janë gjërat, por është zemra, siç e dim. Edhe në psikologji e kemi termin anhedoni, që nuk kupton humbja e shijes për ato gjëra që deri dikur na sillnin gëzim. Ndërkaq nga ana fetare, nëse shohim, domethënë, kjo fenomen paraqet shenjë e errësimit të zemrave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në trupin e njeriut ndodhet një organ. Nëse ai është i shëndosh, i tërë trupi është i shëndosh. Por nëse ai është i prishur, i gjithë trupi është i prishur. Edhe ai është zemra. Andaj, kur zemra fillon të mbulohet me shkujdesje, me gjunahe, edhe gjërat më të bukura normal se humbin shijen e tyre. Në anën tjetër, do dëshiroja të përmendja edhe një rast të një sahabiu të nderuar, Handhala radiallahu anhu, ku shkoi tek pejgamberi alayhis salam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, Handhala u bë hipokrit." Pse e thani gjë të tillë Handhala radiallahu anhu? Kjo nga se kur ai qëndronte së bashku në shoqërinë e pejgamberit alayhis salam, ai ndjente tek imani i tij se ngrihet sa më lart. Por në moment që kthehej në jetën e përditshme me familjen e tij, pra jo në shoqërinë e pejgamberit alayhis salam, ai ndjente se imani i tij shkonte më poshtë. Pejgamberi alayhis salam i tha: "Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im. Në qoftë se ju do qëndroni në të njëjtën gjendje, ashtu sikur kur jeni pranë meje dhe jeni në përkujtim të Allahut subhanahu wa taala, atëherë do ju përshëndetnin me laçet në përshtrate dhe në rrugë." O Handhala, kjo ka kohën e vet dhe kjo ka kohën e vet. Pra, kjo është një gjë shumë e rëndësishme, nga se ndjenja e rënjes së imanit nuk në kupton se jemi humbur. Por normal, një shpirt që nuk ushqehet fillon të dobësohet. Andaj, shija e jetës nuk rikthehet me më shumë margëtim, por shija e jetës rikthehet me më shumë istighfar, me më shumë lutje të sinqerta, nga largimi i gjunaheve, me namazin ditor obligativ, me namaz nafile, me përkushtim në namaz. Prandaj, në këtë formë, zemra fillon pastrohet. Edhe një zemër që fillon pastrohet, fillon të ndjej. Pra çka, kur humbet shija e jetës, nuk duhet ta fajsojmë jetën, por duhet kthehemi dhe ta kontrollojmë gjendjen e zemrave tona.
Faleminderit shumë për këtë shpjegim kaq të thellë dhe të bukur dhe ne me të vërtet duke dëgjuar se si lodhja shpirtërore na largon nga ato gëzime të cilat dikur ne jemi kënaqur me ato gjëra të cilat neve i kemi pas dhe neve na bëhet më qartë se shpirtit i mungon qetësia dhe lidhja me ato që na mbush jetën me kuptim, pra me Allahun fuqiplot. Dhe unë pikërisht dua të ndalem te kjo. A është largimi nga Allahu fuqiplot shkaku kryesor dhe trazimit të brendshëm që përjeton njeriu në këtë kohën moderne? Po, nga se edhe ankthi shpesh herë lind nga mungesa e mbështetjes së brendshme. Edhe psikologjia këtë gjë e konfirmon se lidhja me besimin e rrit qëndrueshmërinë emocionale. Njeriu modern, siç e përmendëm edhe më herët, ka siguri materiale, por i mungon siguria shpirtërore. Andaj edhe Allahu xhaleshanuhu kur e dëshiron një njeri, ai ja hap zemrën për këshilla, ja zgjon zërin e ndërgjegjes, i cili i flet zakonisht në ato momente të reflektimit dhe të heshtjes. Dhe kjo zemër është më e ndjeshme ndaj së vërtetës dhe është më se gati për t'ju kthyer Allahut subhanahu wa taala. Ndërkaq në anën tjetër, kur Allahu xhaleshanuhu ja kthen shpinën një njeriu, atëherë ai njeri sa herë që të përpiqet domethënë të gjejë qetësi, çdo herë përballohet me errësirë dhe paqërtësi të brendshme. Kjo nga se zemra e shkëputur nga Allahu gjithmonë domethënë mbetet pa dritë, pa drejtim dhe pa mbështetje të vërtetë. Të kujtojmë rastin e pejgamberit alayhis salam kur e këshilloi Ibn Abbasin radiallahu anhu, kur i tha: "O djalosh, po t'i them disa fjalë. Ruaje Allahun, Allahu do të ruaj ty. Ki ndërmend Allahun, Allahun do ta kesh para teje. Në qoftë se kërkon diçka, kërko prej Allahut. Në qoftë se të duhet ndihmë për diçka, kërkoje prej Allahut. Në qoftë se i gjithë ummeti mblidhet për të bërë mirë në diçka, nuk do të ndihmonin përveç në atë që ta ka caktuar Allahu. Dhe nëse i gjithë ummeti mblidhet për të bërë keq në diçka, nuk do të ndëmtonin përveç në atë që ta ka caktuar Allahu. Janë ngritur lapsat dhe janë tharë faqet. Pra çdo gjë është caktuar edhe ka mbaruar. Pra edhe ky rast na shërben si terapi e ankthit kundër ankthit. Nga se shpesh herë ankthi lind edhe nga iluzioni i kontrollit. Pra njeriu ndjehet se do të ketë në kontroll çdo gjë. Por kur kupton se çdo gjë është në dorën e Allahut xhaleshanuhu, atëherë zemra qetësohet. Pra shkak një zemër që nuk është dhe nuk ka tawakkul, mbështetje, ajo zemër nuk ka qetësi. Por një zemër që beson në kader dhe e di se çdo gjë bëhet vetëm me lejen e Allahut xhaleshanuhu, ajo zemër mbetet e qetë. Pra kur ne flasim për largimin nga Allahu fuqiplot dhe për atë zbrastin që neve ndjejmë në zemrat tona, neve shpesh na bëhet më e qartë sepse ne si njerëz ndonjëherë nuk e kërkojmë qetësinë tek Allahu fuqiplot, por mundohemi që ta kërkojmë diku tjetër. Pra realisht e kërkojmë diku që nuk mund ta gjejmë. A mund të na thoni se pse ndodh kjo, derisa Kurani neve na tregon se Allahu fuqiplot thotë vërtet me përmendjen e Allahut zemrat qetësohen. Atëherë pse ndodh që njeriu të kërkon qetësinë diku tjetër dhe nuk e kërkon drejt për drejt nga Allahu fuqiplot? Kjo gjë ndodh nga se jemi mësuar të kërkojmë zgjidhje të shpejta dhe jo shërim të thellë. Ndërkaq dhikri, domethënë përmendja siç përmendet, kërkon ndalesë, kërkon përkushtim, përqendrim dhe kërkon sinqeritet. Por ne fatkeqësisht kemi frikë të ndalemi. Sepse edhe shoqëria moderne na ka mësuar stimulim të vazhdueshëm, ndërkaq shpirti ka nevojë për heshtje, për qetësinë e saj. Pejgamberi alayhis salam kur rëndohej thoshte: "O Bilal, na qetëso me namaz." Pra namazi, dhikri, leximi i Kuranit, çdo ibadet nuk është bar, por është pushim për zemrën që është e lodhur nga dynjaja. Prandaj do thoja që qetësia nuk është e fshehur, por fatkeqësisht është braktisur prej nesh.
Me të vërtet zemrat pra zemra e njeriut është e krijuar për të gjetur qetësinë tek Allahu fuqiplot dhe padyshim që kur kjo lidhje bëhet e fortë atë çdo gjë tjetër duket më e zbet dhe nuk ka dhe më pak domethënë se ti themi. Çfarë ndodh me zemrën e njeriut kur adhurimi bëhet rutinë ditore, mirë po nuk është më burim afrimi dhe qetësie me Allahun fuqiplot. Rreziku më i madh është adhurimi pa zemër. Kjo nga se zemra fillon të mbulohet. Allahu xhaleshanu në Kur'an thot: "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Jo, për të këqijat që i punuhan, zemrat u mbulohen. Hasan el Basriu kur e komenton këtë ajet thot: "Këto janë gjunahet mbi gjunahet që e verbojnë zemrën." Për ta kuptuar seriozitetin e kësaj çështjeje, shohim se edhe shpesh herë e dim të gjithë në musliman që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte një lutje që i lutej Zotit për ta bërë zemrën më të fortë. Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ndryshuesi zemrave, ma përforco zemrën në dinin tënd. Andaj për ta përjetuar adhurimin sa më me shpirt, për ta ndjerë domethënë afërsinë e Allahut në për ibadetet tona dhe që të mos jetë domethënë adhurimi rutin, do mundohemi që ibadetet tona, si për shembull namazin, kur e bëjmë namazin të mundohemi të këndojmë disa sure ndryshe nga ato të normalmet që i bëjmë në jetë. Po. Për shembull, ato që i themi brenda namazit, të kuptojmë se çfarë thuajmë, jo vetëm t'i thëmë në memorizim, ashtu si që i kemi mësuar. Të përfshim lutje të ndryshme që burojnë nga zemra. Pastaj edhe Kur'an kur lexojmë, të lexojmë ngadalë Kur'anin, të lexojmë në një vend ku nuk ka zhurmë, domethënë të jemi fokusuar 100% aty tek leximi i Kur'anit, sepse ato që i lexojmë duhet edhe të meditojmë mbi ta. Të lejojmë që ato fjalë, ato shkronja të Kur'anit famullar të depërtojnë thellë në zemrat tona. Pastaj në adhurim tjetër, të mundohemi që çdo adhurim të mos bëhet rutinë. Ta kërkojmë në çdo adhurim të bërë afërsinë e Allahut. Dhe në këtë formë, zemra normal se do ta ndjej adhurimin më tepër se sa më herët. Po. Ne nderuara teologë ne duke marrë parasysh edhe kohën në të cilën jetojmë dhe rrjetet sociale janë bërë pjesë e pandashme e jetës tonë dhe ne shpesh nëpërmjet rrjeteve sociale kemi atë përshtypjen se jemi më afër njëri tjetrit. Mirë po ndonjëherë përmes postimeve, lajmeve, sikur neve lodhemi shpirtërisht. Çfarë mendimi keni ju? A mendoni se na kanë afruar rrjetet sociale me njëri tjetrin apo na kanë lodhur shpirtërisht duke na gjetur në krahasime, në presione dhe në atë ndjenjen e pasigurisë? Shpesh herë, domethënë, është e vërtet se rrjetet sociale na kanë mundsuar, na kanë dhënë atë lidhje në shpejt. Kjo është një gjë e mirë, elhamdulillah, por fatkeqësisht na ka marrë edhe qetësi. Nga se ne në rrjetet sociale në çdo ditë shohim vetëm momentet më të bukura, momentet më të lumtura të tjerëve. Dhe nga kjo pastaj fillon krahasimi i vazhdueshëm. Zemra pastaj fillon të ndjej pakënaqësi, të ndjej mungesë edhe pse kemi shumë. Dhe kështu krahasimi i vazhdueshëm e mbush zemrën me pakënaqësi dhe e zhveshën nga falënderimi. Edhe nga ana psikologjike, krahasimi i vazhdueshëm shkakton disa aspekte negative, si për shembull uljen e vetvlerësimit. Pastaj e kemi ankthin. Gjithashtu edhe pakënaqësinë kronike. Ndërka që Allahu xhaleshanu në Kur'an na thot: "La in shakartum la azidannakum." Nëse falenderoni, do t'ju ashtoj mirësitë. Nëse shohim nga jeta e sahabëve të nderuar, ata do i shohim se ishin që jetonin me pak, edhe pse zemrat i kishin të pasura. Sepse krahasimi i tyre nuk ishte me dynjan e tjetrit, por krahasimi i tyre bëhe me ahiretin. Prandaj kur zemra fokusohet në mirësitë që i posedon dhe që i ka, normal se ajo ndjen qetësi. Por kur zemra fokusohet në ato që nuk i ka, atëherë zemra është e lodhur.
Faleminderit shumë për këtë fjalë, kaq të bukura të cilat juve na dhat në lidhje me ndikimin e rrjeteve sociale të cilat ndikojnë në jetën tonë të përditshme, dhe ne kur mendojmë për gjithë këtë zhurmë dhe krahasime të cilat bëhen si ajo lodhja shpirtërore që na jepet ndonjëherë nga këto rrjete sociale, unë dua të ndalem tek një pjesë tjetër. Pse njeriu sot ka frikë nga heshtja dhe vetmia, dhe a mund të na thoni se çfarë na zbulon heshtja për gjendjen tonë shpirtërore? Është e vërtet se njeriu sot ka frikë të ndalet, domethënë të qëndrojë në heshtje dhe në vetmi, nga se heshtja çdo herë na përban me vetveten. Dhe kjo frikë na e bën të ditur sa e lëm pas dore është zemra. Kur shohim pejgamberin alayhi salatu wassalam, siç e dim të gjithë në muslimanët, se ai largohen në shpellën hira. Domethënë në një shoqëri plot idhujtari dhe zhurmë morale, ai e kërkonte vetmi. Prandaj kjo vetmi nuk ishte arratisje, por ishte përgatitje. Këtë gjë na vërteton edhe Kur'ani familjar. Pra, wa wajadaka dallan fahada. Dhe të gjeti të paudhëzuar e ai të udhëzoi. Vetmia e sinqert pra me Allahun është përgatitje dhe nuk është, domethënë, dobësi. Andaj kur shohim në gjendjen tonë të sotshme, shohim se njerëzit kanë panik ose frikë të qëndrojnë edhe minimum 10 minuta pa telefon. Sepse në ato heshtje dalin ato mendimet që i kemi shtypur. Dalin frigrat, dalin bushllëqet. Por pikërisht aty fillon shërimi. Por heshtja me Allahun nuk duhet parë si diçka që është negative. Heshtja me Allahun është hapësirë për reflektim. Është momenti kur njeriu e ndëgjon zërin e ndërgjegjes. Dhe ai që përballon heshtjen, ai fillon ta njoh veten. Dhe ai që e njeh veten, e njeh nevojën e zemrës për Allahun subhanahu wa taala. E nderuara teologe, neve duke marrë parasysh edhe në jetën tonë të përditshme, neve përballemi me sprova, me sfida të ndryshme, dhe sikur ndonjëherë na duken të rënda dhe të pashpresat, i themi, mirë po, a mund të jenë këto vështirësi më shumë se kaq? A janë këto sprova dhe vështirësi shenja dënimi, apo janë një thirrje hyjnore për të kthyer tek Allahu fuqiplot? Shpesh herë sprovat janë shenja mëshire. Nga se Allahu xhaleshanuhu nuk e zgjon njeriu për ta shkatruar, por Allahu e zgjon njeriu për ta shpëtuar. Se sprova është edhe alarm për një zemër që ka fjetur. Prandaj zemra kur sëmurret atëherë kur nuk e kryen funksionin e saj. Pra funksioni i saj është që ta njohë Allahun, t'i bëj adhurim Allahut, ta përmbush atë mallin që ka për Allahun, të bëj dallimin nga e keqja dhe e mira. Prandaj, ashtu siç vizitojmë mjekun për ta shëruar trupin, ka nevojë zemra të rikthehet tek adhurimi për shërimin e saj. Për ta tejkaluar këtë periudhë që me të vërtetë ka sprova të cilat janë të rënda, për ta ta përballuar këtë moment sfidash në mënyrën më të mirë, ashtu siç i takon një muslimanit, një besimtarit të vërtetë, duhet të pyesim vetveten, çka mund të më mësoj kjo sprovë mua dhe si duhet ta përballoj në mënyrën më të mirë. Pastaj të kërkojmë falje tek Allahu subhanahu wa taala, të mbështetemi te Allahu subhanahu wa taala, të kërkojmë ndihmë prej atij, të largohemi nga gjunahet dhe të mundohemi që të përmirësohemi. Sepse sprova, siç thash edhe më herët, është mesazh dhe nuk nënkupton se çdo herë është ndëshkim. Andaj duhet ta bëjmë atë pjesën tonë dhe të lëmë rezultatin tek Allahu. Në dorë të Allahut fuqiplot, padyshim. Dhe ne vetëm se po i afrohemi fundit të kësaj bisede kaq të këndshme dhe frymëzuese, dhe mbas gjithë këtyre të cilat neve i diskutuam deri më tani, unë do doja t'ju pyesja, në qoftë se një njeri ndihet i lodhur nga jeta, i zbrazët nga sfidat apo nga ato sprovat të cilat mund t'i ketë kaluar gjatë ditëve, cili do të ishte hapi i parë shpirtëror dhe që do ta këshilloni për të kthyer tek paqja dhe tek shpresa? Hapi i parë dihet më, do të thënë gjatë kësaj bisede, fokusi ka qenë kthimi drejt Allahut subhanahu wa taala. Kjo është hapi i parë. Pastaj
dhikri, namazi natës, namazet obligative, lutjet e sinqerta, itikafi, këto pra janë mjete për shërimin e një zemre të lodhur. Itikafi, si që përmendëm, është pastrim i shpirtit nga zhurma e dynjas, pra është rikthim në qendër, pra që është adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Këshilla ime gjithashtu do përfshinte edhe atë se duhet më tepër të kujdesimi edhe për zemrat tona, sesa që kujdesimi për pamjet tona. Nga se dhe vetë pejgamberi alayhis salam na përmend ku thot Allahu nuk shikon trupin tuaj dhe pamjen tuaj, por ai shikon në zemrat dhe veprat tuaja. Pastaj elhamdulillah, neve Allahu xhaleshanuhu na gëzon edhe kur në Kur'an thot la taqnatu min rahmatillah. Mos u dëshpëroni nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Edhe për ta përmbledh, domethënë, këtë bisedë që e bërëm deri tani, do thoja domethënë se lodhja shpirtërore nuk është fund, por ajo është një thirrje. Bota është e zhunshme, ka qenë e zhunshme, do vazhdoj të jetë e zhunshme, por zemra ka nevojë për heshtjen me Allahun xhaleshanuhu. Andaj shërimi nuk është në shtimin e më shumë argëtimeve, angazhimeve, rjetit social, por shërimi qëndron në atë se zemra duhet të thellohet në lidhjen me krijuesin. Dhe kur kjo gjë realizohet, pra zemra lidhet me Allahun subhanahu wa taala, atëherë zhurma e botës nuk e mbit. Sprova nuk e shkatron. Ankthi nuk e vret. Krahasimi i vazhdueshëm nuk e helmon. Heshtja nuk na frikson. Kjo nga se ajo zemra ka gjetur vendin e saj te Allah subhanahu wa taala. Dhe nëse sot ndikush ndihet i lodhur, ndoshta kjo është një thirrje për një sejdë më të gjatë, një thirrje për një istighfar më të sinqert, për një lutje më të gjatë, gjithashtu edhe për lot të derdhur që nuk i shoh askush përveç Allahut xhaleshanuhu. Andaj zemra që gjen Allahun, ajo zemër edhe në mes të një bote të zhunshme ndjehet e qetë. Nderuara teologën, ne ju falenderojmë shumë për këtë fjalë kaq të bukur dhe frymëzuese të cilat juve i ndat me ne. Ne po ashtu ju falenderojmë edhe që ju përgjigjet ftesës të jeni pjesë e podcastit Reflektime Ramazani. Lutim Allahun fuqiplot që Allahu t'ju shpërblet mirat e tij të pafundme. Faleminderit edhe juve. Shpresoj që nga kjo bisedë që kemi bërë së bashku me juve të jetë hajër për zemrat tona. Lusë Allahun që në këtë muaj të shenjtë çdo lutje dhe çdo përpjekje të jetë e pranuar, Ramazan të bekuar, paqe, mirëqenie për çdo zemër që ndëgjon. Amin inshallah. Të dashur teleshikues, kjo ishte e gjitha që diskutuam në lidhje me këtë temë kaq të bukur dhe frymëzuese për sonte, dhe kjo na rikujtoi se lodhja të cilën ne përjetojmë nuk është gjithmonë nga angazhimet fizike të cilat mund të kemi, por shpesh kjo na pasqyron një bushllëk të brendshëm shpirtëror. Dhe ne lutim Allahun që këto fjalë të shërbejnë si një nxitje për reflektim të thellë personal dhe një hap deri forcimit të jetës shpirtërore dhe veçanërisht gjatë këtyre ditëve të muaj të bekuar të Ramazanit. E deri në takimin e radhës, qofshin në mbrojtje të Allahut fuqiplot.